Të pjesë. Çdo kënaqem, unë nuk e di sa do të kënaqesh ti. Po pse më? Qa kënaqem. Shumë edhe ti se ka marrë. Qa ka të keqe me mua, nuk e kuptoj. Po ti, nuk e di domethënë, nuk e di se si edhe të lidhen gjërat, po gjithsesi ka ardhur ai në studio. A ti duhet ta prezantosh i madhërishmi. E ke parasysh atë që ka qarkulluar? Jo fare. Nuk e di për kapokistin. Mirëmëngjes, ju kënaqësi edhe gëzuar ditëlindjen. Po çfarë rastësie, se edhe vendosëm kështu rastësisht. Rastësisht, po, mirë po. I kemi energjinë për atë njëjtë. Faleminderit që erdha. Jo, ai është vetëm me Xeza se jemi. Po pra. Duket që kemi fërkime sot. Ja, më çok. Po mirë, mund të jetë një lajm për showbizin edhe re? Jo, se herën e kaluar ke bërë namin me ata. Unë të ftova për gjithë pjesën tjetër. Jo, nuk flas më për re. Unë jam buri keq për re. O zot, jo. Sa i dëgjoj në re, o zot kemi ndahet. Mos vesh këtë kilometra, pse 2 kilometra. Shiko, për momentin duke bërë jam kilometra, se s'kam çfarë bëj po. Po shiko, afër jam distanca tani me rrugët e reja, me autostradat e Kasharit. Na shpëtoi Thumana. Pse kene rrugë për Shkodër ti? Jo, jo, kot po flasun se apo dikush ka rrugë për Tiranë nga Shkodra. Si bie. I ndaj më bet. Edhe mundet. Po në fakt se ka shumë të vertë me sa shoh. Po duhet turizëm malor në. Po pra, duhet pak. Pasi u bë jeta malore të shkretit, Europë që thonë për të çapo flasin. Po mirë, tani s'kemi të bëjmë që Reji është edhe pjesë e show. Çik lëvizshëm. I lëvizshëm tani nuk e di. Sa për çdo person që është i lëvizshëm ti e di, domethënë. Po del para, aq i lëvizshëm sa të del para, kështu që. Okej, mirë, atëherë mund thash vetëm diçka, që nëse herën e fundit kur ti ke qenë një ai ka qenë single, sa herë nuk është më single, ai Bezhani është. Nuk është më single Eri Bezhani. Nuk është më single. Ku është Eri Bezhani? Po, nuk jam më single. Urime. Është vërtet, faleminderit. Ndërkohë, jepi dorën, bro? Po ja kem mjaftueshëm. Jepi dorën Roja. Pirë dhe kafe. Pirë dhe kafe, sa më. Ai keni pi kafe po unë apo? Po, hajde pra mbrapa tani emisionin. Mirë, do na thuash në një nga këto momentet e tjera përveç Rejit. Rej nuk e kishte një moment se preferon ta mbaj sekret, kështu që le të themi nuk quhet. Unë ta pranova, nuk quhet. Po mirë, për ta pranuar do e pranoj se jam çuar që ngjash për ta ardhur këtu, kështu që. Po ti ke ardhur në fakt për të na treguar edhe lajmet se ato që qarkullojnë të paktën në showbizin shqiptar, janë koncerte të ndryshme të personazheve. Dafina di kishte ditëlindjen që publikoi dhe djalin për herë të parë. Atë do thoja, dhe ishte shumë e bukur, shumë pamje e bukur. Ditëlindja ime je ti, ishte një dhurata ime, ditëlindja ime për dhurata e jeti. Po, dhurata e jeti. Dhe si u prit në rrjet? Shiko, që pas lindjes, Dafina ka pasur një qasje tjetër në publik, është munduar ta tregoj se si mëmësia e ka ndryshuar, edhe kjo ka qenë mjaft e dukshme në të gjitha daljet e saj publike, por nuk ishte zgjedhur që ta publikonte djalin Daskanin. Por me sa duket zgjodhi që të ishte një ditë aq e gëzuar që të jepte akoma jo një lajm se pamja e djalit nuk është një lajm i madh, po është një lajm i bukur, është një lajm i bukur. Është një lajm i bukur, edhe gjithë njerëzit e kanë pritur se edhe djali është shumë që të mos e ham sysh. Është unë i kam takuar para disa kohësh të dy, edhe me thënë drejtën është shumë e fat që ka një djalë të tillë, se është shumë i mbar. Edhe qëndron me gjithë njerëzit, të buzëqesh njerëzve, bile si thoya mos buzëqesh kaq shumë se do të ham sysh. Qenit sociale dhe përderisa edhe Dafina ka qenë në momentit e saj të fundit të lindjes, ka qenë shumë sociale. Dafina ka pasur edhe mbështetjen edhe një krah shumë të ngrohtë nga bashkëshorti i saj Kreshniku, qoftë në karrierën e saj, por edhe për kujdesjen ndaj djalit, sepse nga ana tjetër të organizosh një koncert si ai Supernovës në Prishtinë, dhe nga ana tjetër ta sjellësh në Tiranë dhe në Athinë dhe pastaj të bësh gati për ta sjellë në të gjithë Evropën, kërkon goxha mund dhe impenjim. Kështu që të duhet mbështetje sado e vogël edhe nga partneri, por Dafina nuk e ka pasur të vogël, ka pasur goxha të madhe nga partneri i kësaj, kështu që uroj që edhe këngëtarët e tjerë të gjejnë një partner të ngjashëm që të ndihmojnë në fakt e the edhe pak më herët që duket sikur ka ndryshuar edhe perceptimi për Dafinë dhe për ata që ishin skeptik në varësi të asaj se çfarë pasqyrohesh e sa herë që përmendej Dafina Zeqiri. Po, skeptik, ishte aludues. Po,
para se të bëj nën, ka qenë popstar, le të themi. Me ardhjen në jetë të djalit, sigurisht që edhe qasja e saj ndaj famës edhe ndaj karrierës ndryshon, ashtu si ka ndryshuar edhe muzika, pra këngët e fundit që e ka publikuar janë shumë ndryshe nga këngët që ka publikuar para lindjes, kështu që kjo është e kuptueshme, kjo është një fakt si dielli lind në lindje dhe perëndon në perëndim, sepse kemi parë të artistë të tjerë vetëm shqiptarë, por edhe të huaja që ardhja në jetë e fëmijëve i ka ndryshuar rrënjësisht qoftë qasjen, qoftë edhe mënyrën se si ato i janë drejtuar publikut, famës apo karrierës tyre, kështu që e qartë. Po tani, çfarë do të ndodh tani me ne kemi në 15 maj, e kemi në Tiranë, e kemi në qendër të Tiranës në sheshin Skënderbej, pastaj pas Tiranës ajo është vendoset në Athinë, edhe planet janë që të kalojnë në të gjithë Evropën. Për gjatë gjithë vitit, pra do të kemi anuncime, kështu që do jetë shumë ndryshe nga koncerti që ka bërë në Prishtinë, që ka qenë me orkestër simfonike, dhe ka qenë më shumë intime në lidhje me publikun. Këtë herë do të jetë pop show, do të jetë me balerinë, do të jetë si një shfaqje, kështu që do jetë shumë ndryshe. Pra ata që ja kanë parë në Prishtinë bën mirë të vinden në Tiranë, se nuk do jetë një stil krejt ndryshe, domethënë i koncertit, por në vetvete dafin e njëjtë. Po sigurisht. Po ajo dafin që ne jemi mësuar që koncerti do të jetë live, do të jetë me band, do të jetë me balerinë, nuk do të ketë ndoshta të gjithë orkestrën, sepse akustika e Shesë Skënderbej ti ma konfirmon, nuk ta ofron dot që ti të kesh një orkestër të madhe simfonike për të luajtur aty, kështu që do të jetë reduktuar në orkestër, por do të jetë amplifikuar në terma show. Në terma skenik. Ndërkohë nga ana tjetër kemi koncerte të tjera tashmë që pritet të ndodhin, sidomos një herë koncerti më i afërt që kemi, që është ai i Fifit në pallatin e kongreseve me datë 25 prill në mos gabohem. Çfarë ndodh me koncertet individuale të artistëve nisin me Fifin në pallatin e kongreseve, Lapse Letër. Kam përshtypjen do të jetë i një formati si paksa intim, pra Fifi përballë audiencës, nuk do të jetë me terma shumë të mëdhej pop, që i shkon edhe për shtat karrierës që ka pasur Fifi si tekst shkruese, si kompozitore këngësh edhe autore këngësh. Pastaj kalojmë me Dafinën. Thuhet, unë jam shumë skeptik, po thuhet që Tirana do të presë një reper shumë të njohur amerikan, Kanye West. Unë e kam dëgjuar dje dhe isha shumë skeptik, po ma thash shumë të sigurt. Vërtet? Po. Pra Kanye West mund të vijë në Shqipëri? Po. Ky është një lajm sensacional, të paktën për sa i përket ka qenë përfolur shumë vite më parë, ka pasur alternativa për të sjellë Drekun para pandemisë. Kemi parë sa doa e Shqipërinë, pak na ishte promovon. Kanë punuar gocat tona për ditë. Nuk e di sa kanë punuar me Kanyen. Kështu që a gjetë marketingut? Po, sigurisht a gjetë marketingut, sigurisht, çka kujtove. Jo, unë pyet. Por është një lajm që duhet verifikuar 100%. Unë ta thash, unë e kam dëgjuar nga burimet nga persona që merren me organizimet e koncerteve në Tiranë, e kam parë me shumë skepticizëm se është një emër jo i zakonshëm. Pastaj kemi Yllimanin që do zbarkojë në verë në Tiranë. Ka përshtypjen 2 net ose 3 net. Më shefi që nuk e lën jashtë vëmendjes edhe Tiranën, pra. Jo, Tirana është kryer në kryeqytet eventesh jo vetëm për artistët, po edhe për organizime festivalesh apo turnesh të ndryshme, sepse le të themi që edhe në sajt të aeroportit, i cili qarkullon shumë njerëz. Tirana, tuam s'duam, është minimumi është pikë ndalese për turistët, lëra më pasaj për ata që kanë dëshirë që ta vizitojnë Tiranën edhe të qëndrojnë në Tiranë. Po, Ylli, ndërkohë nga ana tjetër, meqense e përmendëm, ka këtë pjesën tashmë që i ka ndërprerë totalisht koncertet e tij për sa i përket jetës së natës, po duket se po vjen në një format krejt ndryshe, duke parë dhe datat e tij me diasporën, me Europën, datat të ndryshme jashtë kufive të Shqipërisë dhe Kosovës, po ndërkohë siç e the ti dhe në Tiranë. Pra çfarë do jetë ndryshe dhe kaq e veçantë tek performancat e Yllit në vazhdim? Turneu i tij është ndarë në 3 faza. Faza e parë që janë datat që janë publikuar edhe që nisin brenda kësaj jave, që janë në Zyri, në Malmö, mos gaboj, edhe një qytet të Gjermanisë, edhe në Vjenë.
koncerti për këtë fazë të parë do të jetë pak i ngjashëm paksa me koncertin që kanë mbajtur në Prishtinë, për shkak se shumica atyre që banojnë në këto qytete nuk kanë mundur dot ta ndjekin live dhe për të dhënë një shije të koncertit në AMC, por nga ana tjetër do ketë edhe këngë të albumit të ri për të cilin bëhet dhe turneu. Nga ana tjetër, pastaj faza 2 dhe faza 3, Tirana për shembull, me sa kam dëgjuar unë, Tirana do të ketë koncertin më të mirë nga të gjithë datat e turneut, sepse është edhe kërkesa shumë herë më e madhe, kërkesa ka 2 vite